Vrasja e Edmond Mahallës që ndodhi mbrëmjen e 30 nëntorit në Elbasan po shkon drejt zbardhjes. Raportohet se policia ka arrestuar 2 persona dhe ka shpallur në kërkim një të tretë. Të arrestuarit dyshohet se kanë ndihmuar në organizimin dhe mbulimin e gjurmëve, ndërsa i shpalluri në kërkim konsiderohet si një nga personat kryesor për zbardhjen e plotë të dinamikës. Shkaki i vrasjes dyshohet të jetë një konflikt i kohëve të fundit të viktimës. Mbrëmjen e djeshme, policia ka shoqëruar një person me banim në Lezhë. Bëhet fjalë për shtetasin Naldi G, i cili rezulton se ka lëvizur ditë më parë me automjetin tip Audi para se të ndodhte vrasja. Ky mjet u gjet i djegur dhe dyshohet se u përdor nga autorët. Automjeti është në pronësi të një prej kompanive të vetë viktimës, Mondi Mahalla. Në shtëpinë e Naldi G në Lezhë është ushtruar kontroll dhe personi po shoqërohet në policinë e Elbasanit për dhënë shpjegime për lëvizjet e tij. Vrasja e biznesmenit Mahalla ndodhi rreth orës 20:35 të së dielës pranë biznesit të tij në Unazën Jugore të Elbasanit. Sipas ekspertëve, ai është qelluar me 3 plumba, 2 në kokë, çka tregon një ekzekutim të mirë organizuar. Biznesmeni, sipas të dhënave paraprake, sapo kishte dalë nga zyra e tij dhe ishte futur në mjet në momentin e sulmit. Përplasja që pati disa ditë më parë, për shkaqe ende të paqarta, po merret seriozisht si një nga pistat kryesore të hetimit. Dje u gjet në fshatin Mirak një automjet tip Audi i djegur plotësisht, i dyshuar si mjeti me cilin autorët u larguan nga vendngjarja. Ky zbulim së bashku me automjetin e dytë të identifikuar në Durrës, po konsiderohen si prova kyçe për zbardhjen e skemës së atentatit. Ndërkohë, policia ka ngritur pika të shumta kontrolli në të gjitha daljet e qytetit dhe vijon kontrollet në terren, në banesa dhe rrugë dytësore. Të paktën 15 persona janë shoqëruar deri tani dhe po merren në pyetje për të hedhur dritë mbi rrethanat e vrasjes. Grupi i posaçëm hetimor në drejtimin e prokurorisë së Elbasanit po punon për mbledhjen e çdo prove, përfshirë kthyrjen e pamjeve filmike të zonës që mund të ndihmojnë në identifikimin e atentatorëve. Burime zyrtare konfirmojnë se Mahalla kishte precedent penal në fushën e narkotikëve dhe armbajtjes pa leje.